Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në seancë jemi 92 deputet, kemi quorum për vazhdimin e seancës, procedojmë te pika e 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. 23 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj Listën Serbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka propozime, andaj lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, ndërpritet seanca, shihemi 27/6/2025 në ora 11.